Shqiptarët janë ma burrat e këqij, se nuk vjen i huji. Shqiptarët ja bëjnë të keqe njëri tjetrit. Po, këte është tonë historikisë. Bravo! Bravo! Po unë është gjem do të zgjidhje. Po. Unë fakt kam një pyetje për te kësaj. Po. Edhe gjem. Ja, se kot flete, se kur është ekscelent. Kot, naiv, budallë, se sa punë shqiptar budallë, ja. Ja, mos je... Jo, rarë. O syrët e tjetëri pa ditur pëse Po, flasë. na ka ndodhur herë tjetër, nuk e di si na ndodh herë pas Janë herë të kjo tash, gjë. janë të Ai tash, shumë një ka? pjesë. Ai shumë ka? Si s'ka? Shtohen, Qafer let ka ti, kanë marrë zemër një pjesë në mënyrë naive, një s'ka. I gjet njerëz. Ko, gjoja se po di, jam i zgjuar edhe kam studiuar, as Kemi ditën tani, botë. po fap hedhin por momenti kur vjen para përgjegjësisë aty Po, ç'dojmë miku pastaj. im, qa don ti, qa ke Pyetja ime nevojë? është destinacioni është më i rëndësishëm apo rrugtimi drejt destinacionit? Unë menoj, Flasim edhe në jetë, jo vetëm për një rrugtim destinacioni për shkuar deri në Shkodër. është gjë e bukur, po rrugtimi ka kryesori, sepse si do bësh rrugën, që ti e ke se ne po shkon kur. Po rrugtimi që do bësh, aja është gjërësia. Ti ta rrugtosh. Ai që ti jep më shumë kënaqësi ty pra. Jo, Po destinacioni e ëndra. Po kur? Po pra bëj realitet. Fesat, sprova që dalin rrugës, gjitha këto e bëjnë edhe më të E kupton sa e bukur ta thashun? Po sikur Pra, ti bëj realitet. Po. Sepse po se bërë të ç'kuptim ka. Pra shef ëndra. Si, me sy hapur ose me sy mbyllur. Kur? Ku bëj? Rrugtimi pra shko sa më parë. Kjo është për mua. Cili është destinacioni juaj për shembull? Ju e keni arritur ato qëllimet tuaja? Jo, kur. Ne bile na u pren, ne na u pin. Kjo, ta kam thënë edhe herë tjera. Unë jam marrë me median shumë. Kam qenë edhe mjaft i lidhur, jo me pak, sepse me kanë pëlqyer temperamentin. Kam shkruar në organet më qendrore për problematika, për gjëra shumë edhe kishin qejf mbështetje. Por, një gjë që unë e vrej nga përvoja ime, nga jeta ime. Kush fitoj? Ne bënim gjëra të veçanta, kapnim problematika të veçanta, trajtonim shumë gjëra që kur nuk mund t'i bënin tjerët, kush fitoj? Të paftyrët. Një pjesë që vetëm politike. Por se në garjen të paftyrët me të paftyrët. Ja, të paftyrët. Pa ka një pjesë, nuk duhet të themi gjithë paftyrët. Një Një pjesë, jo e vogël është e tij. Pra, në interesa, disa njerëz në sekond lidhen, sepse janë interesat. Disa tjerë kanë karakter, po karakteri është i bukur, po është i vështirë. Pse tek ne është zonë pa Ndryshon mbash. karakteri gjatë viteve? Po, ka edhe njerëz që e ndryshojnë. Ka njerëz që edhe ruajnë me dinjitet. Ju, sipas jush, është më mirë të mos e ndryshosh karakterin, ti je ai që Jo, ti je me kohën i zhvilluar dhe ta kapesh në kuptimin e mirë, në atë që quhet njerëzore. pra ai që ndryshon artishme. karakterin është i zhvilluar apo nuk ka lidhje shumë? Ja, janë njerëz edhe pa fytyrë, se për shembull tani un po marr shembull, edhe po themi hapur tjetatorisht. Di shembull, antar partijet, sekretar partijet, na bën dhe ligji për partin, na bëhet fill krye-demokrat. Mirë, unë pyes një popull i thjesht, more ç'të janë këta njerëz? Po ku janë këto njerëz? Po ç'vlera shkan? Ku e kanë moralin? Ku është karakteri këtyne? Disa principe, një kornizë. Po në A e destinacion. kupton? Ku e kanë karakterin? Po si do mbajnë moral mu njerëz të tillë? Duhet t'i themi hapur Po gjëra. patjetër, unë bisedat me ju Miku i im, vlerësoj këto shumë janë dhe biseda biseda për studio. Për studio. Ja. Sepse janë na shumë vin drejta se- që vetëm bëjnë në mënyrë naive biseda, pa fund. E qartë. Rrim në për natë edhe çojmë aty kush analistët. Po kush janë një kategori analistësh? Asgjë nuk japin, asgjë nuk din. Po ne që kemi bërë edhe më tepër se analizat, i kemi bërë me vite, me dekada. Ta botojnë në mimin intelektual edhe jashtë, edhe ta vlerësojnë. Kurse këtu, në studio, të një thyra, marrin para edhe flasin gjoje se dim. Kush? Tash këtu duhen përmend emra, unë i përmendi. Unë e kam si tip. Po jepi. Nëse e bën këtë, jemi. Po s'do pres zhvillimin nga një kategori që sharake, naive, apo shumë deputet që i dim për jetën e tyre, s'kan shkruar kur për një problematik në qytetet, në jetën tonë. Pa fuja. Atë janë thjesht partjak, interesagji, vetëm ngjyren, ropardia edhe kot, merr rrogën, merr para. Pra, a e kupton? Kurse ne që jemi ndeshur me realitete, po njëkohësisht kemi pasur kurajon të themi gjërat hapur ashtu siç janë dhe i kërkon jeta dhe shoqëria se dikush duhet ta çojë zërin.
Po, ke dalë një temë shumë bukur. Po këto janë tema, të duhet të themi ne për natë televizion. Se nuk e çojmë zërin ne si popull. Po se populli sot është indiferent, edhe ka një gjë. Ne për këto viteve kemi parë një tjetër pozicionim të popullit. Populli ka hyrë vetëm për pasurinë, ka hyrë të lekë interesit. Edhe në sekond, tak, një pjesë e madhe, e konsiderueshme. Faktikisht është bojë madhe. E madhe, vetëm interesin e xhepit. Në sekond shet. Jo. E shikoni bota tjetër. Po, ka dalë ky opsioni tjetër tani për agent vullnetar. Unë të pyes ti. Ka vullnetar sa? Jo, po për agent për të shërbyer partisë, kjo Mirë, unë të pyes ty. Që thonë s'ka fare si interesin. Unë të pyes sot vullnetarizëm është qesharak nuk bëhet. Jo, për pushtetin, për politikën ka plot. Po ka, janë pak të sëmurë, se kanë interesa. Jo, ata se vetë pranonin me karakterin që keni. Jo. Fare, nuk bëhet fjalë. Jo, unë e bëj me shpirt për të mirën njërzore. Për të mirën e përbashkët, interes të opinionit publik dhe të shqiptarëve. Jo, ashtu. Po për vete vetjake asnjëherë nuk duhet dominojë kjo. Por nuk më duket arsyeshme. Në destinacionin tuaj është ajo se çka ju mendoni vetë apo ndikojnë edhe faktorët e jashtëm? Unë gjithmonë si mendon tek një njerëz, marrim rastin konkret ju. Kam qenë te vetvetja. Tek vetja. Pse? Kështu e kam menduar, kështu e kam thënë. Unë i kam shkruar qysh në temat e dikurshme, në tematikat, në komentet, me shumë realitet, në realizëm. A hasi vështirësi ti kuptoj njerëzit? Jo, mund shumica e kuptojnë. Jo, dhe shumica tjetër që rinë indiferente. O e kuptojnë se po shtihen sikur se kuptojnë. A i kuptojnë së shdi. Pra, nuk intereson. Jo se janë shumë të vanë, por i kuptojnë. A i kuptojnë? Pra, këtu ka diçka e cila shqiptarëse të dalim të mendimi jo i fillimit, që ne jemi pak të qëndisë. E lënë plagën, bushi, e plagën, të dhe plagën, për hirtë interesat. Ne kemi thënë në Shkodër një fjalë të bukur, dridhe like. Dridhe like. Pra, janë disa gjëra të çuditshme, po janë. Dhe në reti, në parlament, sa janë deputet që marrin rroga të majme, edhe të njëjtat figura që në arrit me vite, Merë karton, ullë karton, që karton, as din gjën botë që bahet. Asa i zoti kur të kap një problematik që quhet me karakter tamam të zhvilluar. Ata njerëz kërkojnë që mos din gjën që çfarë bëjnë botë, se po të dinë, po kërkojnë njerëz që unë nuk dua të bëj kompliment. Po këta janë tema, prit ta them hapur mendimi, se nuk po vdas. Mua kështu më vjen mirë që gazetarët e tillë të ngrenë problemet e tilla, të zhvilluara, shoqërore, kohore. Jo thjesht jo, po kështu Berisha, jo, po kështu Roma, jo, po lëne, dhe kapim problematikat tona aktuale, vla. Pse na hoqin e nga puna? Kush i tha ti të prishte fabrika gjërat na lënë ne në rrugë të madhe, për qa, ku ja kishim borx? Ne sot, me pensione naive, ku ja kemi borx? Qa bëhet aktualisht? Kërkojmë të hymë në BE, BE-a në kuptimin e mirë është afruar, për na japin vërtet një kënaqësi të mirë, që ne po e ndjejmë. Unë e kam thënë në televizione, por ama ka një gjë, sa larg standardit jemi me jetën. Pa, ajo është. Që në duhet me hymë bëjë kështu? Me jetën sa larg jemi standardit. A do shkojmë një plazh, një pjesë shkojnë, edhe jashtë, po një pjesë e madhe nuk arrin. Pse? Po si është kostoja? Qesharake. Është qesharake. Po qesharake është. Ne i dim këta gjë. Jo, e dim, po unë bëjt deri diku edhe nga një pyetje retorike, se ka njerëz që thonë jemi mirë pse qani, pse. Ne duhet të rrim në një studio, edhe ti kapim gjërat me radhë, edhe ti themi bukur, ashtu siç janë reale. A do rregullohet me njëherë? Jo. Po nuk janë pak. Po nuk janë pak 35 vite demokraci. Është gjysma e jetës reale të njeriu që jeton jetën. Se 80 vjeç pastaj i pak i lodhur, si më thonë. Nuk mund t'jesh në ata raportet e standardit. Po, ju mendoni se këta njerëz që janë të një moshë të konsideruar mbi 75 vjeç, a duhet të kenë drejt vote? Po, duhet ta ketë. Ta ketë, njeriu duhet ta ketë, sa ti je gjatë duhet ta ketë. Jo, po them si që kanë për shembull adoleshentë ose fëmijë deri në moshën 18 vjeçare që quhen pjekur, por nuk jam dakord. Njeriu të rritur
edhe të sëmur mund t'ja heqësh, kurse njeriu që është gjallë edhe është i shëndosh në kuptimin e mirë, edhe pse është i moshuar ka drejtë. Ju çka pa parë, por ne jemi takuar që ta diskutojmë këtë. Janë tema këta. Këtë që ndodhi, Më vjen mirë shumë që ti ka tema. Në këtë zgjedhje që ndodhi në këtë mënyrë, nuk hyn fare Na lejmë në të dërim pak se na dogji dilli, na bani dilli. Dalim këtu. A boni do na kish kupton rrop pas kanë bë plazh dhënë edhe këtë thënë bën plazh. Ishte me dogji dilli, pata u bana me djerës, Bravo, bravo. Janë tema, kështu tema, bravo, më vjen mirë që i ka të tema. Ta them prapi komplimentin ty, ta them unë. Kështu temash janë me të vërtet, po edhe tema tjera që ne duhet t'i themi. Patjetër. Jo unë vlerësoj, realisht e vlerësoj që ju që gazetari që më hinë mu blendi fevziu në për studio kanë darë prit, edhe na bën të zhurë ma gjoja si kur ka. Po që na bën një disa tjerë si qim pekat me gjoja, kokat e mëdha dhe bëjnë. Po që janë ato vlera? Qatë tematika është në të? Më janë bërë klat, janë alalat, si kur dim ne edhe jemi. Të lodhurë, qa fletin nga në psikologjike? Prit. A ka disa? Pak, sepse këto kanë pësuar një ndryshim drastik nga përkraja e disa klaneve partjake që i kanë për interesa, i përdorin. Bëjnë propagandë, bëjnë PR. I përdorin, miku im. Po kjo përdorja ka një gjë mrapa, si puna e dardhës, ka bishtin mrapa. E kupton? E ka thënë dhe vete, ai që i përdor ose ai tjetri. Miku im, duhet jemi original. Sa tha që edhe një herë, deputet, mu më jenë turp kur i takoj, kur i shoh, i njoh, sepse e di një pjesë të tyre, qa nivele ja di dhe rrugtimin. Prit, nuk ka puna rrugtimin, mos o ngot. Ja di nivelin, sepse s'kan arritur kur në një organ qendror të bëjnë një diçka që quhet vlerë, bravo. Po s'kan arritur, edhe bëjnë si koka, edhe bëjnë si vlera, disa vishen edhe bukur, na lyn edhe kokën, na bëjnë edhe me që si kur dim edhe jemi. Unë mendoj fatkeqësi kombëtare. Ku po shkojmë? E kam shkruar artikull. E kam shkru, ku po shkojmë, ose një poezi satirike, vallë ku po shkojmë. A e keni, mund ta e thoni? Jo, di përmendshëm. Po, mund na e thoni se më pëlqen shumë. Vallë ku po shkojmë, vallë ku po vemi, në atë të nënës, në një jetë qeni, në një jetë ujku, ta fut kunjin shoku, me qora pambuku, me qeshi vulgare, të kafshon kur puthet, pa me dyshje fare, pa jo të rebërsyri, se në shpirt e zemër, gjarë për ne ku hyri, shpirtin ja përpiu, si një ujk tërbuar, si një tur i thiu, sa e sas numëron, se pesha e lekut të zezën bulon, por të djekë si prush, durot jo popull, barha të i në fush, flidhen e përstona, kush ha buk në plera, kush në sheratona. S'po e vazhdoj pas, e vazhdoj edhe fakt, vazhdoj të gjatë. Më kupton? E vazhdoj për tjetër. Pra, unë i kam botuar këto të gazeta Dita, me të njerin Arbenduka, kam pasur mik, kemi pirë me 100 herë kafe. Ka qenë një, a dhe vazhdon tjetë, por sot ka vite që gazeta tona kanë dalë jashtë loje. Kur nuk paguhet puna, që vlerë ka. Nuk vlerësohet, jo paguhet, ta themi vlerësohet, nuk po hyn fare. Ja, pa pagesa të shqip. Unë jam shqiptar. Nduhet të bëhemi në kuptimin e mirë naiva. Ja, të themi gjë. O vlla, me shqiptarët si flasim të shtëpia. Se bëjnë disa, jo kokën, jo vlla, krye. Se kryetar. Pra nuk thotë kokë vepër, thotë krye vepër. Për ta përmbledh gjithë tani. Po. Për ta përmbledh. Po. Si është si situatë? Pra, ju duhet të rriqeni si po dëgjoj shumë njerëz. Kam një kërkesë të madhe. Po të bëj një pyetje se shumë nga ata që janë intelektualë dhe kanë bërë një punë si puna jon, por thonë do të rriqem se nuk na kuptojnë, nuk ja vlen, një kërkesë shumë të madhe për opinionin, njëkohësisht edhe për qeverinë. Tek ne se zban duhet të rregullohet kush minimumi jetik. Ne akoma nuk e di minimumin jetik. Të jenë me pensione 100.000 lek të vjetra, si jeton ai njeri. Pra, a bëhet një kosto përmledhshme.
pozita dhe opozita duhet gjenë gjuhën e përbashkët. Jemi njerëz, jemi shqiptar. E kupton se unë kam kënaqësi ma parë t'ja hedhi pushkën shqiptarit se sa armikut. Pse? Kanë dënuar njerëzit. Hapur, se buka gojës është dënim. E kupton që a them miku im. Nuk e dini se këto nuk i trajtojnë këto tema, sepse kanë frikë që janë tema shumë reale. Ashtë forcë gazetareske, ashtë forcë intelektuale, a njën shpirtit, si a i do paguaj dritat, do paguaj ujin, do marri ilaçe, si, nuk jetohet dhe këta forma. Pra, a ka një kost editore me 3.000 lekë të vjetra duhet jetoj njeriu? Ashtë qesharake. Pra, ne këtu duhet gjinet se zban një mesatare e arsyeshme në bashkëpunim dhe me organizmat ndërkombëtare që i falenderoj 100 herë për afërsinë që po na falin, sepse ne kemi shumë mangësi. Monizmi ka qenë një fatkeqësi në shumë drejtime, por i ka pasur disa që si kemi kuptuar, por edhe disa gjëra të mira kanë jetuar, njerëzit e kanë jetuar, pra ka pas diçka që është jetuar. Kupton? Sot të braktisur total. Mendoj që me rinimin, mendoj si konkluzion të përgjithshëm, ne të dalim me hapa të ri edhe njëkohësisht me një standard tjetër këto 4 vite e rinimjes. A e besoni të që mund ndodhi kjo gjëja? Po, e besoj. Pse? Shoh një angazhim më të mirë të pakten të disa liderve. A ka njerëz që nuk arrin, a ka që nuk e duan, a ka që janë kundërshtar vetëm nga egoja tyne personale. Ju thot pak më parë tek poezia që thotë që parja i bën pisat e pra mund të ndikoj tek ta liderat e rinj që ju i vlerësoni. Po këtu tani ajo poezia i ka një 20 e sa vjet që është botuar edhe ishim me urrëtie më të madhe. Unë kam shkruar shumë kështu të tilla. O, çfarë të gazeta dita. Ka filluar të përmirësohet si gjendjen në krahasim ato se si keni pasur frymëzime për të shkruar. Është diçka më mirë. Super. Kjo na gëzon. Kjo na gëzon. Pra ka një drim fund të tunelit për të shkuar te destinacioni, por ka një rrugtim gjatë që më vjen jashtëzakonisht mirë për kanalin tuaj që po din të bëj gjëra të bukura, aktuale dhe tepër të nevojshme për njerëzit. Unë të vlerësoj shumë nga ju, zoti Bujar, për shkak se ne në fillim, do ta them edhe për hir të atyre që na kanë ndjekur, në fillimet tona ne kemi pas një lloj, le themi, keq kuptimi, nëse mban mend, kemi pas disa gjëra që ndoshta edhe ju ka ardhur për shkak të i kanë disa, më thojnë mua kështu kur i thon, "O ti rrezikshëm." Pasi kemi njohur, pra ne duhet njohim njëri tjetrin. Ti rrezikshëm, u ti ta thuh, si të them. Po të shoralava, ti themi. Unë ky jam. Të do them. Mua më pëlqen realiteti. Ciao. Përshëndes. Inshallah, edhe ju kanë konsiderat më të mirë. Faleminderit shumë.